Do t'jem me Igli Tolën. Igli, të përshëndes. Përshëndetje, Kresi. Faleminderit që më bashkohesh sot. Unë e përmendja pak më herët atë se çfarë ka ndodhur me platformën e fiskalizimit, e cila një javë ka qenë e bllokuar ose blackout, siç themi ne, apo asjep asmerr, nëse do e thonim në gjuhën popullore. Dhe përmendja dy elemente. Para, si gjendet biznesi, dhe tjetra, sa është një çështje ekonomike, është dhe një çështje që ka të bëjë me besueshmërinë, ka të bëjë me çështjet digjitale, epokën në cilën ne jemi përfshirë. Si e shihni, çfarë realisht ka ndodhur? Dhe sa na kushton, ose si ndikon në klimën e biznesit? Së pari kur analizojmë blackoutin me self-care apo me platformën e fiskalizimit dhe të regjistratimeve, duhet të kuptojmë ose duhet kujtojmë fakti që nuk është hera e parë që sistemet e digitalizuara të shërbimeve publike dhe po kalojnë godit të kësaj natyre, ku i Albania për një sër kohë kishte problematikat të kësaj natyre, problematikat me hakerimin e sistemeve shumë e radhë. Pra, duket sikur të dhënat sensitive të qytetarëve shqiptarë dhe absolutisht edhe të njësive ekonomike shqiptare në këtë rast, bizneset shqiptare janë të brishta ose janë të pambrojtura ndaj sulmeve të çfarëdo lloji natyre qofshin ato. Dhe duke qenë të pambrojtura, normalisht risku apo ai presioni ndaj tyre bëhet akoma dhe më i lartë. Kur flasim për risk, është së pari risku psikologjik, pra ajo mungesa e besimit tek organet publike, të sistemet publike, më pas dalja e të dhënave që mund të jetë sekrete tregtare të bizneseve në treg, pra publikimi i tyre ose marrja e tyre nga konkurrenca që në një mënyrë ose në një mënyrë mund t'i dëmtojë biznesin apo atë avantazh konkurrues një biznes mund të kishte në raport me tjerët. Kostot, pasi që këto biznese kanë stafe të punësuara që operojnë në këto sisteme dhe normalisht duke qenë për më shumë se një javë sistemi blackout edhe këto stafe patjetër që ishin inaktive apo ishin jo produktive në këtë aspekt. Dhe më pas rikthimi i sistemit dhe problematikat në një biznesesh po shfaqen sidomos me vlerat apo me vlerat e raportuara në fund të periudhës dhe ose përpara se të mbyllet sistemi, dhe tani diferencat e shfaqura e bëjnë gjën akoma dhe më të vështirë. Patjetër që në këtë rast përgjegjësia kryesore është e publikut, është e shtetit, patjetër. Duke qenë se nuk mund dot, për sa kohë nuk e mball një sistem të digitalizuar, nuk e se si e investon atë, pasi që duket më shumë si një çështje probleme lidhur me mirëmbajtjen dhe jo vetëm në këtë drejtim, por në çdo investim në teknologji, kosto më e lartë nuk është ngritja e sistemit, por është mirëmbajtja, updatimi i tij dhe ato protokollat e sigurisë. Pra, duket sikur ne po kemi një tendencë për të rendur, për të vrapuar drejt digitalizimit të çdo shërbimi, të çdo gjëje, kur nuk kemi bërë detyrat e shtëpisë. Pra, nuk kemi ngritur ato sistemet mbrojtëse, nuk kemi një mirëmbajtje adekuate dhe në këtë mënyrë këto sisteme janë tepër të brishta ndaj sulmeve që ndodhin përpara apo dhe ndaj blackouteve si në këtë rast. Ndaj tash problemi është shumë më i gjerë se kaq dhe kostot janë shumë të amplifikuar. Nuk është thjesht kostoja që biznesi nuk përdor sistemin për një javë, por është gjithë ai efekti psikologjik dhe gjithë ajo kostoja që mbar kjo gjë në vetvete. Dhe patjetër kjo ndikon atë investimet e huaja, sepse një investitor që vjen dhe shet tregun shqiptar dhe shkon në vesh një gjë të tillë, atëherë kupton me sa sistem amatoresk, pse jo, funksionon ky vend dhe funksionon ky shtet. Patjetër që kjo te drejti ku e largon atë ose nuk është diçka atraktive në sy të tyre. E kuptoj. Tani, ma qove për tek saj, ma qove tek ajo që ne po flasim pak për shkak të realitetit, tek imazhi edhe tek investitorët e huaj.
Besoj je koshent në këto vite që ne bashkëpunojmë së bashku, se sa temë kryesore kemi patur, thithjen e investitorëve të huaj dhe ishim në një normalitet ku e shihnim edhe grafikun me shumë kujdes, kush janë ata që zgjedhin Shqipërinë ku për të investuar, sa të besueshëm jemi, sa e zgjidhëm çështjen e pronës, e tani jemi në një çështje tjetër, që ne nuk jemi serioz sa i takon një procesi që duhet ishte realisht në normalitet. Dhe vërtet e mendoni që krijon perceptim tek të huajt për te i dëmi që na shkaktohet këtu? Absolutisht krijohet perceptim tek të huajt, sepse kur flasim për investitor serioz, kur nuk flasim për investitor spekulativ që vinë në Shqipëri për X apo Y arsye, kur flasim për investitor serioz, që zgjedhin që një portofol të tyre ta investojnë këtu në një periudhë apat mesme, apat gjatë dhe të ngrejnë një biznes qëndrueshëm aty, patjetër që kjo ndikon shumë. Dhe ndikimi është akoma dhe më i madh kur ajo që ndodh pas është që askush nuk mban përgjegjësi për çfarë ndodhi. Dhe thjesht kalohet me një, themi, ndjes publike, po që se mund shprehemi. Kështu dhe sikur gjithçka është normale, por nuk është normale. Ndaj çdo akti apo ndaj çdo defekti, çdo problematike ka një zinxhir funksional të cilit tani ka ndëshkuar në përjen e funksioneve. Dhe nëse ky zinxhir vertikal, drejtimi, nuk mban përgjegjësitë respektive, tregon që kjo është situatë normale dhe që kjo gjë nuk është se u ka bërë përshtypje atyre që drejtojnë. Dhe kjo është akoma dhe më e rëndë në sytë e investitorëve, sepse kuptohet qartë që çdo mos funksionim ka një relativizim të problematikave duke çdo gjë normale. Ndaj, në këtë situatë që është vendi jonë, që klima e bërit biznes nuk është më atraktive e mundshme, dhe numri i investitorëve të huaj që vinë është gjithmonë edhe më i ulët, dhe më pas po çojnë profilin e tyre nga vendi e origjinës dhe profili ku ata investojnë. Po ashtu nuk është një portofol investitorësh për të larguar një situatë të tillë thjesht ta shton atë barën e problemeve, ndërkohë që tendenca është për t'i përmirësuar apo për t'i zgjidhur një nga një. Ndërkohë, ka edhe një realitet tjetër, se po e thjeshtëzoj në mënyrë që të bëhet e kuptueshme dhe për ato që na ndjekin. Patëm një panik kur plasi dosja e Akshit dhe aty flitesh haptasi për të dhënat dhe jo vetëm se si bëheshin nga 2-4 tendera, se besoj edhe ti e ke ndjekur si qytetar, po e për të kuptuar shifrat, e për të kuptuar se si veprojnë skemat, se të gjithë jemi të prekur në funditës, ishte edhe ky momenti tjetër ku thosht të dhënat. Dhe fill pas kësaj ndodhi një gjë tjetër, që nëse ti doje të aplikoje qoftë për pasaport, Albania nuk punonte. Nëse para kësaj erdhi një denoncim se duhet jemi kujdesshëm nga ata që janë noterë edhe që punojnë me çështjen e pronave që duan rifreskimin atyre kartelave. Besoj se këtë e ke ndjekur, nuk punonin. U hodhën dyshime në analizat që ne kemi bërë me të ftuarit në studio se mos po ndryshojnë këto të dhëna. Atëherë, këtu bëhet fjalë për çështjen e pronave shqiptarëve, për cilat ka edhe dosje, ka hetuar SPAK-u. Nëse vërtet ndodh kjo, çfarë do të thotë për ekonominë? Çfarë do të thotë për një ekonomi si kjo e Shqipërisë, për një familje, për pronat shtetërore, nëse vërtet kjo pra ndodh dhe që bota kriminale, grupet e strukturuara, të cilat kanë të dhënat tona në duar, mund të na bëjnë edhe këtë dëm. Kur them mund të na bëjnë, mund të jenë prona shtetërore, që është pasuri e gjithëve, mund të jetë me letra dokumenta të vjetra që mund t'i kenë disa në vijën brigdetari që luftojnë prej vitesh për t'i patur me dokumentacione. Sa e rrezikshme është kjo? Dhe rreziku është pikërisht këtu. Pra, teksa ne tentojmë që gjithë databazën, gjithë arkivën, gjithë shërbimet publike ti digitalizojnë. Pra, ti jenë të ruajtura në forma digjitale, që është tendenca globale. Pra, nuk është se Shqipëria po bën diçka jashtë logjikës në këtë aspekt, nuk është se po themi këtë gjë. Por, teksa po helim hapa drejt kësaj gjëje, duhet ta drejtë në mënyrë solide. Pra, duhet ketë sisteme të mirë formatuara, duhet ketë backup-e po kaq mirë organizuara, duhet ketë protokolle e sigurimit, pra të cyber security, që duhet të bllokojnë çdo tendencë për hakerim apo për ndërhyrje nga jashtë e kështu me radhë. Teksa të gjitha këto mungojnë, apo ç'e dojnë,
Dhe këtë gjë ne e themi për shkak të asaj që ju shumë mirë e parashtruan në pyetje, pra, sepse e-Albania më pas problematikat me sistemin e noterëve, pa Ministrisë së Drejtësisë, së fundmi sistemi i fiskalizimit self-care, tatimeve po bien poshtë, pra po kalojnë në blackout, tregon që gjithë ato kanë dështuar. Kanë dështuar për shkak të këtyre tenderave abuzivisht që janë fryrë, dhe përveç se janë fryrë në vlera, as nuk janë të fituar, nuk janë adresuar pranë kompanive apo atyre operatorëve që realisht mund të ofrojnë një shërbim të tillë, por janë dhënë në mënyrë klienteliste, duke u dhënë në mënyrë klienteliste, patjetër që dështon në shërbimin e dhënë. Dhe kemi këtë problematike që ne hasim sot. Dhe më beson në këtë moment kur gjithë të dhënat publike janë tashmë në servera digital, janë online dhe dështohet në menaxhimin e tyre, rreziku shumë i madh për të pse jo edhe dështuar vetë sistemin, për dështuar vetë shteti, sepse një dalje, një tregtim, një afishim apo pse jo edhe marrje këtyre dhënave nga grupe kriminale, apo edhe nga shërbime sekrete të huaja, keqpërdorimi i tyre, manipulimi i tyre bën që kthemi gjithë sistemi publik, gjithë administratët të dështojnë në një mënyrë ose një tjetër. Ndaj rreziku është shumë i madh, mund ta kalojmë dot me një ndjesë publike apo duke thënë që kjo gjë ndodh gjithandej. Kuptoj, jo, vetëm 1 minutë kam reklama, mos u largo sepse më duhet 10 minuta për të sqaruar dy çështje që duken teknike, por që ka nevojë për ekspertët. Vetëm pas pak. Rikthehem, pra duke sjell edhe një herë në vëmendje një javë blackout në platformën e fiskalizimit me Iglitolën, janë 139.000 pra tatim pagues që lëshojnë fatura përmes këtyre softwareve. Thonë tatimet që duhet të vazhdojnë të lëshojnë fatura edhe pse self-care nuk punon, pasi kur të kthehet në punë mund të fiskalizohen fatura. Tani kjo mund të jetë një çështje teknike edhe që e dinë ata ekspertët IT-s. Por besoj një lexim ja bën asaj se sa serioze është, ose a mundet, ose sa e besueshme është. Po, kjo deklarata që mund vijojnë edhe fatura dhe mbasi tapet sistemi është rregullore që fatura mund të jetë deri në datën 10 të muajit pasardhës. Por problemi është rakordimi të VSH-s, pa biznesi mundohen që të mbyllë edhe llogaritë të VSH-s me njëri tjetrin për të balancuar atë gjendjen e tyre debitore apo kreditore të VSH-s sipas muajve respektiv. Pra, nuk është se po të bëhet një avantazh apo një favorizim me qenë se sistemi ishte në blackout, por është një procedurë normale që edhe faturave për muajin janar në këtë rast, por më thjesht mundohet deri në datën 10 të shkurtit. Problemi nuk është thjesht çështje teknike në gjykimin tim, problemi është shumë i madh në rang makro. Dhe bëhet akoma dhe më e rrezikshme mënyra se si tentohet kjo gjë të kalohet, pas kalohet në një heshtje dhe në një normalitet sikur është diçka që ndodh në mënyrë sporadike, por nuk është e tillë, pasi thash në këtë sistem janë dhëna shumë konfidenciale, janë dhëna që mund të konsiderohen sekret tregtar për më shumë se 130.000, 140.000 entitete publike, pra njësi ekonomike, qofshin SHA, persona fizik, profesionist lirë, SHPK, e kështu me radhë. Pra, janë dhënat e tyre sensitive që nga lidhen në raport me doganimet, marrëdhëniet tregtare që ta kanë me njëri tjetrin, shitjet, ose ndryshe qarkullimet, kostot, zërat e kostove, në lidhje me asetet, në lidhje me burimet njerëzore, pra, të gjitha, duke qenë se në një mënyrë se një tjetër çdo transakcion ndodh apo formalizohet përmes një fature të fiskalizuar, çdo detaj apo çdo dhënë e kësaj fature është element shumë i rëndësishëm në duart e atyre që din ta lexojnë apo din ta përdorin. Dhe kjo është më e rrezikshme në gjithë që po tentohet të kalohet në një qetësi si kundërshtash. A ka gjasa në një ekonomi si e jona, Igli, që gjithmonë në kuadër të dosjeve të akshit tregon afera me shifra të jashtëzakonshme, korrupsionin që është bërë, të kalojnë në një kolaps, dhe sa gjasa ose sa i nevojitet një ekonomi, ose shka treguar historia botërore në rastet të ngjashme, kthehen ose jo këto para, sa vite duhet që ne të rekuperojmë, çfarë dim deri tani, sepse çka ka dalë publikisht,
aferat që lexohen, kjo e Akshit, mënyra se si e ka trënditur pak apo dhe çështje të tjera që po hetohen dhe do të shkojnë deri në fund. Problemi lidhet me besueshmërinë publike, pra dhe problemi në rastin e Shqipërisë është edhe akoma dhe më i gjerë sepse goditja nga këto sulme ndodhen absolutisht edhe në ekonomi tjera, pasi që zhvillimi që ndodh në krahun e teknologjisë ndodh në të njëjtën kohë në mënyrë paralele edhe zhvillimet në fushën e hakerimit apo sofistikimit në drejtim të tyre. Por po bëhen shpesh sulmet sikur në sistemin publik, por edhe në sistemin privat, sidomos në rastin e njësër bankash të nivelit 2 që ne kemi dëgjuar. Pra, kjo dëshira dhe kjo tendenca për digitalizim, për zhvillim teknologjik nuk po shkon konform me investimet serioze që bëhen në sistemet e ruajtjes së dhënave, ndaj sulmeve kibernetike e kështu me radhë. Pra, dhe dështimi në të rast shumë i thjeshtë, pra nëse këto dhëna vjen dispozicion të grupeve të interesit që duan t'i manipulojnë, t'i fshejnë, t'i deformojnë e kështu me radhë, rreziku bëhet shumë i madh, pasi ato janë dhëna shumë konfidenciale, që nga dhënat generalitetet e subjekteve apo dhe personave, deri tek çështjet që lidhen me pronësinë, të dhënat e bizneseve, pra gama e informacioneve është shumë e gjerë dhe mundësia për t'i manipuluar. Dhe për të çuar në një kaos në tërësi është evidente, nuk kemi pse e fshejmë. Por duhet një administrim i gjithë që të më shkojmë deri aty, deri në të atak paniku themi. Mirë, Igli, unë të falenderoj për gjithë sa solle në vëmendje. Të përshëndes. Të uroj punë mbar, besoj të na bashkohesh sërish, edhe pse jo për lajme të mira, se kjo ekonomia jon ka dhe ndoshta disa elementë të mirë. Po ja para se të largohesh, këtë të Sazanit si e sheh? Të mirë apo problem? Se më kujtua në moment fundit, Igli. Je për garë. Tani unë s'po të pyesja ambientalistë, se ambientalistët... Duke qenë se bëj pjesë në krahun e ekonomisë dhe tentoj ta shoh çdo gjë si kosto përfitim. Në gjykimin tim, zhvillimi i një zone që deri tani ne kemi pasur, nuk kemi arritur ta zhvillojmë. Për shkak të kostove, për shkak të distancës, e shumë arsye të tjera. Mendoj që është një lajm pozitiv. Dhe zhvillimi i kësaj zone nga një operator ndërkombëtar serioz që ka një eksperiencë, ka një background në këtë gjë dhe ndoshta ka shkandolur në pjesën tjetër të Rivierës shqiptare, pra në gjithë, jo vetëm pjesën e jugut, por edhe në Durrës, edhe në gjithë aksin adriatik, do të mendoj që është një gjë pozitive. Më pas aksesimi nga qytetarët shqiptarë dhe nga shtresa mesme e saj, absolutisht gjykimin tim bëhet e vështirë, pasi që kjo do ndikojë në kapërcimin e çmimeve dhe në rritjen e tyre, që në një mënyrë ose tjetër do reflektojë edhe operatorët e tjerë në treg, dhe ky shpejtimi i shërbimeve dhe ky destinimi drejt kësaj klientelës high-end, mendoj që është pak e hershme për Shqipërinë, duke parë dhe eksperiencën e Kroacisë që për shembull është më përpara se ne në këtë proces, dhe problematikat e mëdha që kanë lindur atje nga qytetarët që e kanë pamundur për të shijuar atë rivierën e tyre apo atë brevetin e tyre. Ndaj tash është një ekuilibër shumë i hollë si në aspektin ekologjik, pastaj që nuk është kam tagra apo kam informacion për ta mbuluar, por duke gjykuar ato që thonë ekspertët atje që përshtatet që ata thonë, por ndërsa në të aspektin e gjeopolitikës dhe se si kjo gjë mund ta afrojë ne me një aleat strategjik, mendoj që është diçka e përkohshme dhe provizore, pasi që marrëdhëniet dhe relatat nuk krijohen nga evente të tilla private, por është një investim disa vjetra vjeçar që nuk mund të zhbëhet nga një investim i tillë pas se të forcohet nga një investim i tillë. Pra, tentoj ta gjykoj dhe ta shoh më shumë si një investim privat të shkëputur nga ato efektet politike. Siç mendoj që e tillë do jetë në të paktën. Sprisje. Nuk prisja për gjë tjetër, po doja një mendim tëndin. Faleminderit. Të përshëndes.